Ti ke bërë ai të detyroj të bëje seks me çuna të tjerë në praninë e tij. Më tregoi domethënë Arman, do detyrova të plotësoja dëshirat e personave të tjerë, po. Ish partneri jote ka marrë urdhër mbrojtje ndaj teje. E shtyva, se ajo e inatosur shkoi në komisariat. Saqë edhe nëse kjo porosiste apo i kërkonte kamarierit diçka, ky kthei thoshte pse i flet kamarierit ti, flasun. Dhe ai rrinte poshtë pallatit tim derisa unë të dilja nga shtëpia. Dhe rrinte gjithë natën aty dhe qante. Thotë që sot nuk arrin dot të krijojë një lidhje. Ka të vështirë vetëm me atë që ka parë. Kisha këtë nënën që kur ishin vetëm, i rrihnin lotët, që punonte dhe kërkonte të dinte pse u ka ndisë ashtu. Nisin adoleshencë dhe përfundoi në përndjekje, kërcënime me thik, tentative të vrasje. Më thoshte që unë nesër do të vras motrën, nëse ti nuk do të flasësh më me mua. Mbas lindjes filloi të ndiej shumë pasiguri dhe po bëhej xheloze pa arsye ndaj bashkëshortit. Unë kisha kamerat e punës vet, sikur një buzëqeshje ta jepja kot, i shkruaj, pse për qesh, çka ka për qesh. Në këtë episod do të flasim për xhelozinë patologjike.